Lajmi që sapo ka mbërritur ka shokuar të gjithë personat që ndjekin Big Brother VIP. Bëhet fjalë për një nga banorët aty brenda, pikërisht ai i cili në fillim ishte një nga të preferuarit e publikut, Ilir Vrenozi. Për ata që ende nuk e kanë marrë vesh, ai është larguar nga shtëpia dhe ka hequr dorë përfundimisht nga gara dhe nga çmimi i madh. Nuk është zbuluar ende, megjithatë, produksioni në rrjetet sociale ka shprehur që është larguar për shkak të arsyeve shëndetësore, dhe kjo gjë ka shqetësuar të gjithë. Banorët ende nuk e dinë, megjithatë, kjo gjë pritet që të merret vesh më vonë dhe do shikojmë se çfarë reagimi kanë të gjithë ata. Kemi parë që në fillim Iliri ishte më gazmor, bënte shaka dhe futej në të gjitha debatet brenda shtëpisë. Megjithatë, kohët e fundit kemi parë që ai nuk po integrohej më asnjë banor, por po qëndronte si në gjumë, dhe kjo ndoshta nga mosha apo vështirësitë që duhet të përballen banorët në atë shtëpi. Duket se të rinjtë kanë lodhur atë, megjithatë, të gjithë shpresojnë që ai të jetë shumë mirë shëndetësisht. Dhe na duhet të presim reagimin e tij apo të Ledion Liços për të marrë vesh në qoftë se ai është mirë. Megjithatë, banorët ende nuk e dinë këtë gjë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Iliri me të vërtet nuk është mirë nga ana shëndetësore dhe prandaj po largohet, apo këtë gjë po e bën sepse ka kuptuar që nuk mund t'i bëj ballë të rinjve në atë shtëpi? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!